Teksa kryeministri Edi Rama ka zgjedhur që të bëjë prezantimin e kandidatëve të Partisë Socialiste në qarkun e Durrësit, të rinjtë e Forumit Rinor të Partisë Demokratike kanë zgjedhur të bëjnë një protestë simbolike në paraburgimin e këtij qyteti, të shoqëruar nga kandidatja e Partisë Demokratike në këtë qark, Iliriana Kuçana. Të rinjtë i kanë kërkuar Ramës që të vijë në burgun e Durrësit, ku ka dhe një pjesë të skuadrës së tij elektorale. Por ne duhem të themi Edi Ramës që duhet të kaloj, siç të rinjtë thonë këtu mbrapa, të kaloj tek selia, tek shtabi i Partisë Socialiste, të vi të takoj miqtë e tij, bashkëpunëtorët e tij, në mënyrë që të mësojë dhe rrugën pas datës 12 maj. Edi Rama duhet mbaj përgjegjësi për gjithçka që ka ndodhur me këta të rinj, të cilët janë, duhet të themi, me taksat më të shtrenjta në rajon për arsimin, të cilët nuk kanë mundësi punësimi, të cilët ju ka vrarë shpresën. Të rinjtë e FRPD-s janë shprehur se pas 11 majit, Edi Rama do t'i bashkohet vartësve të tij që janë në burgun e Durrësit. Siç e dinë gjithë kandidatët dhe ish qeveritarët e kryeministit Rama ndodhen në burgun e Durrësit, aty ku është formuar edhe një grup parlamentar. Dhe mesazhi jon për kryeministin është kur do të vi ta bëj një prezantim të kandidatëve në burgun shtab të Partisë Socialiste. Ne do japim shqiptarëve shpresën dhe zgjidhjen me 11 maj për të votuar për një Shqipëri europiane dhe për një Shqipëri për shqiptarët. Kryeministri Edi Rama prezantoi këtë të premte në qytetin bregdetar kandidatët për deputet të Partisë Socialiste për zgjedhjet e 11 majit.